Kjo është Radio Lab dhe transmeton nga Departamenti I Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Hey, përshëndetës për dashës, mirë se vini në Offside with, aty ku do të flasim për gjithçka në lidhje me sportin dhe sidomos me pasionin më të madh, futbollin. Sot në fokus kemi kombëtaren shqiptare, për arsye pse nuk arritëm të kualifikohemi në botror, për zgjedhjet, dilemat dhe të ardhmen skuadrës Kuqezi. Dhe për këtë kemi një emër shumë të dashur që e njeh shumë mirë presionin dhe krenarinë që të jep fanella Kuqezi. Sot me ne Redi Jupi. Red, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën dhe urime për këtë hapësirë shumë interesante që keni krijuar. Si ju duket podcasti jon? Unë kam qenë në disa podcaste, është koha në cilën secili po bën një podcast, por ky podcast i juaj është vërtet shumë interesant. Unë nuk jam shumë film magjik, shumë nuk kam qenë, por një hapësirë krijuar nga studentët brenda një po themi një batre të dijes së ardhshme dhe të profesionit të ardhshëm është vërtet për të përgëzuar dhe do doja shumë që të ende sa më mirë me këtë. Edhe kështu siç jeni shumë mirë, jeni shumë përpara, kështu që. Si fillim mendoj që jemi mirë apo. Jeni aq mirë sepse kam qenë në podcaste të tjera dhe kjo hapësirë krijuar tu është vërtet shumë interesante. Sukses. Atëherë, Red, veç talentin në fushë ti ke edhe talent në analizën e futbollit. Duke qenë se kualifikuesit botror do mbyllen jo ashtu siç ne e pritëm. Çfarë mendoj që nuk shkoi mirë që kombëtari nuk arriti të kualifikohej për në botror, sepse tani janë analiza për të është që ke gjërë dhe gjatë, do mundohem ta përmbledhësh pak që duhen këtu për ne për këtë podcast. Në fakt në fillim të botrorit, nëse ne do na thoni që do shkojmë në play-off dhe do jemi në një ndeshje kualifikuese me Poloninë, domethënë që mbas asaj ndeshje ne mund të shkojmë në botror, neve do konsiderojmë një sukses shumë të madh apo jo në fillim të edicionit. Por pastaj ku shkuam atje dhe u gjendëm në atë terren që ishte I panjohur për ne, ishte era parë që ishim, na krijoi një zhgënjim shumë të madh. Kjo do të parë në dy aspekte. E para njëherë është një eksperiencë e krijuar. Do të shkosh në kualifikime, të shkosh në një botror, të shkosh në botror duhet të kalosh në disa hapa, në disa stepe. Do siç e kanë bërë gjithë ekipet e tjera të mëdha që kanë qenë atje dhe janë arritur shkallë mbas shkallë. Neve tani shkuam deri në shkallën e fundit, në hapin më kryesor në pedanën, po themi, në pedanën që të shtyhesh që të hidhesh për në botror. Por që të bësh hedhjen e fundit, po themi, për shkuar në botror. Dhe mund të quhet sukses në një anë, por ama do të thonë I bëj thirrje edhe juve që jeni më të ri dhe publikut që do të jenë pak më të duruar se gjërat nuk vinë kështu brenda ditës dhe brenda natës ose brenda në një kualifikuese që ti I bën mirë dhe do ta marrësh direkt kualifikimin e parë, që edhe mund të ndodhte, po e pam dhe vetë që nuk ishim akoma gati për të bërë atë hapën final. Ju keni 19 ndeshje me kombëtarin Kuqezi, por keni luajtur në një periudhë komplet tjetër. Na thuaj pak ndryshimet nga ajo kombëtare me këtë kombëtare që është tani. Qoftë edhe nga aspekti pozitiv apo negativ I gjës, do thënë. Po ka shumë ndryshim sepse do të thonë un kam luajtur rreth përpara 20 sa vjetëve, do të thonë kështu që është një kohë tjetër, një epokë tjetër. Por që nuk ndryshonin, po themi, lidhja fanell ka qenë dhe më fortë se është tani. Sepse ishte një periudhë shumë e vështirë për Shqipërinë, një periudhë shumë e vështirë për vendin. Unë kam luajtur në vitet 91-2006, do të thënë ka qenë vitet më të vështira të Shqipërisë, në të cilat ekipi kombëtar I futbollit ishte mbasi një nga gjërat e vetme që e mbante Shqipërinë, do të thotë kemi kaluar në 97, kemi kaluar shumë gjëra që e mbante vendin të bashkuar. Dhe kishim detyrim shumë të madh që neve të tregonim të lidhem me fanellën dhe të tregonim në fushë që do të thonë ne jepshim çdo gjë për kombë dhe ne kemi bërë të. Pavarësisht se rezultatet nuk kanë qenë ato që janë tani, sepse rezultatet kanë qenë modeste. Vendi 4, vendi 5 në grup, gjithmonë nuk kemi qenë asnjëherë afër kualifikimit. Tani ka ndryshuar që ky ekip kombëtar mbase, këta djem që luajnë tani nuk janë aq të lidhur me fanellën sa kemi qenë ne, sepse Shqipëria është në një stad tjetër, tani nuk ka ato problematika, nuk ka ato interesa më. Por ama këta më duket se kanë pak më tepër cilësi dhe janë pak më afër gjërave të rëndësishme që neve të gjithë duam. Domethënë nëse ti do ishe futbollist tani, ai shikoja veten si titullar me kombëtarin që është sot. Që se ishte futbollist. Kjo është një pyetje që do thënë të gjithë ata që lën futbollin dhe kanë nevojë për seanca psikologu, do thënë mund të shkonte shumë mirë. Unë në momentin që kam lënë futbollin e lash atë dhe mbaroi, nuk e bëja më këtë transfuzionin e vetes në një epokë tjetër apo në një do që të bëja krahasimet e mia me lojtarët tani apo me lojtarët që luan më parë. Secili luan në kohën që është dhe me lojtarët që është. Unë arrita në kohën time të bëja ato ndeshje që bëra, të bëja karrierën që bëra atje. Nuk e di nëse do të thënë unë do arrija të luaja sot titullar në këtë kombëtare tani, është një pyetje shumë e vështirë.
Unë falenderoj për pyetjen, por nuk është do marrë një përgjigje. S'ka. Po Nëse e shikon kombëtarin, në vend të kujt do luajë tani, ose kush kujton më shumë veten tënde kur shikon të kombëtarin? Jo, unë luaja në kombëtar kam luajë numër 68. Kjo ishte, do të thënë, ai pozicioni që unë luaja. Në atë kohë luani me formacion tjetër, me vendosje tjetër, me detyra të tjera taktike. Tani luhet komplet ndryshe. Ka ndryshuar dhe pozicionimi i 6 dhe i 8. Madje unë isha 8 dhe 6 u bëra në fund të karrierës kur shkova në Turqi 28 vjeç. Pra më zbritën në një pozicion më poshtë, pra isha 8, zbrita 6, ekipi kishte detyra të tjera, kishte kërkesa të tjera, ekipi ku luajë unë atij, që një ekipi Superligës, një ekip shumë i mirë. Dhe më kërkonin gjëra të tjera në krahasim me ç'bëra këtu në Shqipëri. Pra, edhe brenda epokës time kishte ndryshime, jo më nga një epokë në epokën tjetër. A mendon se humbja në play-offin e botrorit përballë Polonisë ishte për fat trajnerit, ish trajnerit Silvinho tashmë, apo kaq e kemi ne kapacitetin si kombëtare, sepse ishte edhe për fat atij. Domethënë, e di pse, sepse unë zakonisht nuk do thonë unë ajo filozofia ime, mënyra ime si mendoj gjërat që trajneri ka një pjesë të tij në kombëtar, nuk është ai që ka gjithë të meritat ose po themi ato demeritat në dështime të caktuara. Pra, trajneri ka një përqindje të caktuar, një 20% në sukses apo jo të ekipit kombëtar. Por ama neve mbas pjesës parë ishim 1-0 ishim në avantazh. Duke mos luajtur mirë, pra ne bëm një pjesë parë jo të mirë. Goli që bëm ne ishte si pasojë gabimit të mbrojtësit polak, që ose e mbani më. Po, normalisht. Ne shënuam golin dhe e mbaruam pjesën parë me rezultat 1-0. Aty mendoj se trajneri duhet bënte pak më shumë dhe pak më mirë që neve ta mbanim atë rezultat. Minimalisht të mos ta humbim pasaj që mos shkonin ata në rezultatin 2-1. Dhe aty mendoj që trajneri mbase nuk u tregua aq gati, aq në tonus mental, po themi, aq i saktë për të bërë ndrimet e duhura dhe për t'i dhënë orientimet e duhura skuadrës, e cila për fat për hir të vërtetës edhe ajo pati nuk reagoi siç duhet mbas në pjesën e dytë, po them. Mishkos edhe i rasti Bajramit që humbi ishte një mundësi komplet të shkuar dëm, se tani mund të ishim në botror me zero prish në botror. Ishte shumë të pastra, do ishte rasti i Bajramit dhe rasti i Pilos. Po, Pilos. Po, ishin të dyja shumë të pastra, dhe ishin të dyja rasti që mund të krijonin. Por në një ndeshje futbolli, do thonë 1-3 është janë quhen ato, do të 1-3 e mirë kur është raporti i rastit të krijuar me ato të shënuara. Nuk mund të bëhen gjithë rastet që ti krijon, mund të bësh gola, por edhe unë e quaj që do thënë ato rasti Bajramit dhe rasti Pilos ishin sepse neve nuk është se mund krijojë shumë raste me ekipin kombëtar. Neve krijojmë pak raste dhe ato raste që krijojmë duhet t'i shënojmë, domethënë, sidomos në ndeshje kaq të rëndësishme. Gjithashtu Silvinho thani deri që nëse gjella është mirë mund ta hash të njëjtën. A mendon se kjo kualitet që Silvinho përmban në kundrejt lojtarëve, do të thonë që aktivizon të lojtar që kishin pak minuta ndërkohë që lindë lojtarë të tjerë që luanin me ekipe të mëdha. Mendon se kjo ishte një nga shqetësimet që kishte kombëtarja gjatë kualifikuesve? Jo, e ka thënë, nëse gjella. Atëherë unë do t'i them një gjë tjetër, që e kemi neve shqiptarët që buka e mirë e ha dhe gjellën e keqe. Po gjella e mirë nuk e ha bukën e keqe. Do thënë, atë që nëse do ai një gjë me gjellën dhe me që i shkojnë këtyre. Po se ka qenë një rritur atë ditë dhe ka përmendur gjellën. Tani jo, ai e përmend, do thënë si filozofon, nëse ti me të njëjtin ekip dhe ajo dëgjoj, Silvinho pati një gjë. Ajo filozofi, ajo mendsi që atë e çoi te sukseset, ajo e çoi edhe ke dështimi. Në ndeshjen e fundit. Unë nuk do e quaj dështim, mos realizimi. Pra mos realizimi të shkuarit në botror. Pra, ai me të njëjtin informacion luajti shumë mirë në Europian, pra i shkoi të njëjtës, nuk bënte ndryshime, bënte pak ndryshime. Silvinho luante me 11, me 12 lojtarë, me 13 maksimumi. Pra 11 ata, 1-2 ndrime, këto ishin lojtarët që ai aktivizonte. Të njëjtën gjë bëri edhe në kualifikun të botrorit. Pra i shkoi mbrapa zgjedhjet e tij dhe i dhanë të drejtë që na shkuan deri atje. Pastaj në ndeshjen e fundit nuk i dhanë të drejtë, do thonë të shkuarit me kokfortësi, koherencës të zgjedhjeve të tij. Dhe një person inteligjent është ai që ditë ndroj mendim, ditë ndroj mendimin shpejt. Një që ndron mendim shpejt nuk është mungesë karakteri. Është shenjë inteligjence, kur dita shfrytëzon siç duhet. Kështu që kjo është ajo që mendojmë për këtë situatë. Do thonë, cilat janë pikat e dobta dhe të forta të kombëtarëve shqiptarë nga porta deri te sulmi? Do thonë, kush është Unë mendoj që porta dhe mbrojtja janë mbrojtja dhe faza mbrojtëse janë pikat tona më të forta. Pra, neve kemi Strakoshën, kemi pasur dhe Berishën përpara, por tani është Strakosha, ka dhe portierët e tjerë mbrapa. Që unë mendoj që kemi
ka një lloj garancie edhe në nivel evropian, dhe në nivel botror, por kur ti luan, po themi kualifikues evropian dhe botrorit. Neve nuk është se kemi shkëlqyer, po themi në këto 30 vjet e fundit që Porta kemi pas garantuar me 1 ose 2 apo edhe me 3 portierë, siç e kemi pasur në këto vite e fundit. Kështu që do quaj Portën një nga pikat e forta. Mbrojtja pasaj është absolutisht pika më e fortë që ne kemi. Si kemi Mita i Hysa i Ne mbrojtje kemi deri para pak kohësh kemi pasur 7 lojtarë të Serie A që luanin në mbrojtjen tonë. Në historinë e Shqipërisë, në kohën kur luajë ne kishim 1 ose 2, pra në gjithë ekipin. Tani vetëm në mbrojtje ishin 7 lojtarë, të cilët dhe dublonin njëri tjetrin. Pra nuk është se kishin vetëm 4 lojtarë të fortë, ata që luanin përpara, por trajneri kishte edhe mundësi zgjidhje. Patë vijë vështirësi edhe për zgjedhje nganjëherë. Dhe të gjithë neve mund të diskutonim. Do luaj ky Ismaili apo do luaj Kumbulla? Do luaj Ismaili apo do luaj lojtari pa flok tjetër se Ajeti. Unë kam shumë qejf, vlerësoj shumë domethënë lojtar. Pra, do luaj Hysaj apo do luaj Balliu? Do të Mita ishte mbasi i vetmi që ishte me Xhimshiti që ishin pika kurse të tjerët ishin lojtarë që ndronin. Pra kemi pasur shumë alternativa. Kjo mendoj se mbrojtja. Mes fusha ka qenë, jo se ka qenë repart i dobët, po kemi pasur shumë pak alternativa. Do të thënë kemi pasur 2, 3 ose 4 lojtarë, ndërkohë që ti duhet të kesh 5-6 mesëshorë të fortë, në mënyrë që të zgjedhësh sipas ndeshjes, sipas momentit, dëmtimeve të ndryshme që mund të kenë etj. Dhe pastaj mendoj që sulmi si repart, po nuk është se ka shkëlqyer me gola, por ne nuk kemi pasur mungesë alternative në sulm. Madje sulmi kemi lënë lojtar jashtë. Nuk i kemi zgjedhur. Kështu që mendoj se mes fusha ka qenë po themi hallka më jo e plot e ekipit ton kombëtar. Mes fusha hap dhe lojën, kështu që mes fusha rregullon, mes fusha është si e buka mirë që e ha të gjellën e keqes. Kuptoj. Tani një trajner i në kombëtaren shqiptare, Roland Maran. Ky ka, domethënë nuk vlerësohet për eksperiencë mirë, domethënë si trajner po ashtu edhe lojtar, se edhe duka ishte shumë besim plot për pjesën e Maran. Çfarë mendimi ke për Roland Maran në pankinën e kombëtarit shqiptar? Më mirë mos ta vlerësojmë fare se nuk është se bën shumë punë, domethënë në punë që do bëj ai, se neve ngatrohem me këtë. Ne për shkak se vijën e morëm se për karrierën e tij për lojtar, domethënë, por ai na doli një trajner i mirë, domethënë, sepse bëri mirë te Shqipëria, është trajneri më i suksesshëm i Shqipërisë. Por karrierën si trajner kishte të vakët. Pra nuk kishte fare eksperiencë, kishte 1 ose 2 eksperjenca, të shkurtra dhe shumë të pakta. Ky Maran ka si vin si trajner ka shumë të pasur, shumë të gjatë, me ekipe të vogla, me ekipe dhe serim bën nganjëherë, edhe me ekipe që të cilët luanin gjithmonë për mbijetesën, por ama si vin ka shumë të pasur. Unë mendoj që do të thënë me startin e tij, në mënyrën se si vjen këtu, ky vjen më lart se Silvinho. Pra si vjet është më lart se Silvinhos. Është më ulët se Debiazit, se Debiazi kishte si vin më të lartë se ky. Pra është në mes të këtyre. Tani, se çfarë do bëj ky në të ardhmen, është një problem, por disi është gjëja se edhe di isha në emision të proces sportiv dhe gjithë secili bën këto propozimet e veta për emrat e trajnerit kombëtar. Do të gjithë ne kemi një trajner në mendje, do të thonë gjysmë e kemi qoka, gjysmë e kemi shokë mik, domethënë pak mendojnë se kush mund të jetë ai që vërtet ta çojë Shqipërinë atje ku duhet. Problemi është që duhet të kesh qenë në pozicionin që të zgjedhësh dhe të kesh bërë disa herë zgjedhje për të kuptuar. Për shembull, kjo pyetje mund të bëhet një president klubi. Një president klubi që ka zgjedhur, ka ndruar 10, 15, 20 trajnerë, i ka dhënë burkoka, thotë, "Ore, po ta marr të trajnerin, ky do më shpëtoj mua, a do fitoj kampionatin, a do fitoj kupën ky, a do mblerësoj lojtarët e mi e ri që kam." Pra, një person i përshtatshëm për ta pyetur për të. Njerëz janë marrë me këtë. Unë për fat mirë kam ndruar një 40 trajnerë të akademia, nuk ka qenë trajner të rritur, ka qenë trajner kalamaj, por edhe ata kanë objektiva, se çdo ekip ka një objektiv. Duhet të ishit përshtatësh një trajner ta çosh te një ekip. Do të thonë, dhe edhe mund ta them një fjalë më tepër se këtë, por aty vite njerëz do të nga hiçi nga rruga dhe që s'kan asnjë lidhje me këtë dhe thonë të marrim këto se këtë loj kungulleshkash. Jo 3 po 4, pse 4 po 5, do të thonë kjo është diskutimi. Por unë shpresoj shumë që do të thonë duhet të vlerësoj këtë eksperiencë që ka pasur presidenti i federatës në zgjedhjen e trajnerëve, që është vënë shumë herë në pozicionin për të zgjedhur ata, pra sepse është vënë sa trajnerë kemi ndruar neve, ai është vënë në një periudhë disa mujore meditimi dhe mendimi për të zgjedhur dikë nga ata. Dhe unë si do nga jashtë nuk e vlerësoj shumë të Maran në kuptimin që nuk është se pëlqen
me CV që ka dhe më të që ka. Por besoj te eksperienca e presidentit të federatës në zgjedhjet që ka bërë. Pra, ai ka zgjedhur 10 trajner, po themi, e ka vrarë mendjen 10 muaj se këtë marri atje. Kështu që, unë shpresoj shumë që të na dali mirë kjo, domethënë, do ishte shumë, sepse ne duhet të kualifikohemi në European. Kjo është çështja. Pse kemi këtë fiksimin me këto trajnerët italianë? Pse nuk i japim mundësi disa trajnerëve shqiptarë, për shembull Ilir Daja ose Orges Shehi? Dhe ne kemi këtë fiksimin o italiano s'ka, përveçërisht Silvinhos, po De Biasi, Edi Reja, edhe Rolando Maran. Ka qenë Panucci italian. Ka qenë disa. Dhe pse kemi këtë fiksimin? Fillimisht ka qenë një periudhë që ishim këtë trajner gjermanik ku erdhi Brigel. Sepse këto janë dhe konjunktura, domethënë varet se kush janë ata njerëzit që i rrin më afër presidentit të federatës, kush janë nga vijnë propozimet. Sepse mund të jetë një menaxher që është më afër, po themi këtyre konjunkturave, lobeve të caktuara të Federatës Futbollit ose presidentit të federatës, i cili ka kontakte me trajnerë italian. Ma kupton? Neve gabimi që bëjmë është që i vëmë komsi trajnerëve. Trajnerët kanë vetëm 2 kritere, trajner mirë, trajner i keq. Komsia e tij pak rëndësi ka. Pra neve themi italianë, po ai mund të jetë afrikano-jugor, më kupton, është rëndësika ti trajneri mirë, na çohet ku duhet, domethënë. Por kjo që janë bërë disa trajnerë italianë rresht, tregon që ka një mendësi atje, domethënë që mbase merren vesh më mirë me këta, me italishtin e këtyre, po themi. Por ti përmendë disa trajnerë shqiptarë, mund të shtojë edhe disa të tjerë atje. Pra, rëndësi ka trajneri mirë. Jo komësia e tij, por ka dhe një kriter tjetër që kur bësh trajner ekipi kombëtar, ti vlerësohesh për karrierën dhe për statusin që ke. Pra se është pamundur që thuash ti, ky trajner do jetë mirë aty. Mund ta bësh mirë dhe ti. Kursin atje të UEFA-s, domethënë, ke një grup mirë lojtarësh, ke një qëllon në një periudhë, po themi të artë aty gjeneratës dhe mund ta shohësh Shqipërinë në European. Po kupton? Po duhet ta thjeshtoj gjë. Po. Problemi është që atje duhet të shkojë një njeri që ka status dhe karrierë. Pra është vlerësim për status dhe karrierën që ka. Ky është problemi. Pastaj emrat që themi neve janë emra qefesh, emra qokash, emra ku diun simpatiresh. Do të thosh një emër trajneri shqiptar që mund të përshtatet shumë kombëtarë shqiptare. Në këtë moment që flasim neve, unë kam një emër që shumë i përshtatshëm, që është Skënder Gega. Po Skënder Gega. Që ka qenë trajneri kombëtar U19, trajneri kombëtar U21, trajneri Partizanit kampion, trajneri Kukësit, ka një moshë të caktuar, momentalisht nuk po punon me asnjë skuadër. Do të thonë, unë Skënderin e kam shoh, por nuk e them se e kam shoh atë. Dhe është patriot në kuptimin që e ndjen ka luajtur me kombëtarën vet. E di se çfarë është fanella, e njeh shumë mirë brezat e lojtarëve që janë tani. Pra, ti kur thua një emër, do të thuash dhe kriteret pse. Pse ky, domethënë, ose çfarë arsyesh ka? Pse ti mendon që ky mund të bëjë mirë atje? Domethënë, kur ti rreshton disa arsye, unë s'po them që mendimin ton tani po themi ne këtu do ta marrë njëri. Do federata. Unë zjarr për këtë çfarë po themi neve. Por ama, kur thua kritere, je më i besueshëm në atë gjë që thua publikisht. Përmendë këto emra, pse nuk e futu edhe veten tënde aty, sepse do të ke qenë dikur trajneri i kombëtarëve shqiptarë të Uris të Injshit, do të thonë, mendoj që mund ta bësh shumë mirë pjesën e Shkosish, mos ma thuaj se ta thash ty, Si është çështja. Ky është një profesion. Është profesion i cili profesioni i trajnerit është si puna atij që kur shkon të pushtojë një ishull, e djeg anijen, në mënyrë që mos ketë alternativë. Po. Shkon atje dhe unë jam tu tani, s'ka më rrugë tjetër për mua. Do pushtoj ishullin atje. Unë nuk është se e kam marrë ndonjëherë, ta kem ndërmarrë në herë të karrierë dhe ta kem djeg në anijen. Po thonë, unë anijen e kam pas gjithmonë të ankurorë aty në kuptimin që me akademinë, me fëmijët, me këta pra. Nuk është se jam ndërmarrë, nuk e kam ndërmarrë në këtë si karrierë, se nuk është se më ka pëlqyer, nuk është vokacioni im, nuk është gjë që më pëlqen më shumë. Pastaj kujdoj ti thuash ti që a ke qejf të bësh trajner kombëtar, patjetër që ke qejf të bësh. Por ti mos mendo vetëm reflektorët mbi ty, qefet kur ti fiton, do mbash dhe përgjegjësitë kur humb ekipi, do mbash gjithë kritikat e njerëzve, do mbash gjithë presionet dhe gjithë ato kur ekipi nuk ecën, do mbash gjithë akuzat e njerëzve që ti se meriton atë detyrë, sepse nuk je në statusin për të qenë ose nuk je, po themi, nuk e background-i për qenë trajner ekipi kombëtar, do thëmë. Kështu që kushdo që i propozohet kjo, do ta mendoj edhe këtë. Po flitet për shumë prurje, domethënë të reja kombëtar. 3 për tyre janë nga Gjermania, të cilët nuk u përfshin në botror. Nelson Wiper, Brian Gruda dhe Dian Rane.
Cili prej tyre i duhet më shumë Shqipërisë sotme? Sepse këto janë emra që luajnë në Gjermani, të tre? Të tre na duan. Jo neve shive të gjitha lojtarët e kanë vështirë që të futen sot të luajnë Shqipëria titullar. Sepse neve kemi lojtarë të shumë talentuar, Muçi, Anis Mehmeti e tjerë që nuk po luajnë dot titullar, nuk po luajnë dot me kombëtarën e Shqipërisë. Nuk është kollaj të luash me ekipin kombëtar. Por ama nëse trajneri ka sa më shumë zgjedhje, pra ka zgjedhje më shumë. Nëse ne kemi sot 20 lojtarë, që na bën 30 lojtarë cilësor, të cilët të fusin konkurrencë brenda. Pra këta 20 që kemi, po them 20, mund të edhe 20 ca, e kupton? Po edhe këta të tre brenda shtohet konkurrenca, shtohet performanca, shtohet mënyra e zgjedhjes trajnerit në raport me ndeshjet që ka, se ndeshjet janë të vështira, nuk janë të lehta. Nëse do të shkosh të kualifikohesh në Europian, do mundesh një nga 10 kombëtarët e para të Europës. Të ndryshe nuk e si të shkosh. Na edhe tani në botror me Anglinë, kështu që. Po, edhe ajo jam me Anglinë. Ora do thonë ne na duhet të mundim Serbinë dhe ja mundëm për shembull. E kupton që është arritje e madhe, nuk është gjë e vogël. Dhe Serbia mundet edhe me këta 3 djem që ju përmendët, që të jenë atje. Ne mundëm dhe pa ata, po me ata na arritën mundësitë. Ti ke edhe akademinë e futbollit, Futboll Republik. Duket, do të thënë, futbolli duket gjithmonë në rritje. Me hapa të vegjël për të sigurt. Sa besim ke ti që do të arrisë deri në pikën që klubi ju, do të thënë Futbolli Republik të arrijë në kategorinë superiore? Dhe a ka ndonjë talent të ri që mund ta marrë edhe kombëtarja shumë shpejt? Edhe nëse po do të më thuash një emër sepse i kam shumë shif ato fëmijë të vegjël që luajnë atje. Jo, shive si është Futbolli Republik është ne jemi në vitin e 8 tani. Kemi pasur edhe ato problemet tona në rrugtimin ton, por është një akademi që e parë njëri që funksionon me një infrastrukturë që është thelbi kryesor i çdo gjëje, do të thonë, e cila është për të jam krenar ta them është në avangardë, do të thonë. Është nga infrastruktura më të mira që mund të ketë jo në Shqipëri, po edhe rreth e qark. Dhe puna është ngritur mbi baza të mira, do të thonë mbi trajnerë të mirë, mbi metoda të mira, do të thonë e bën me qejf dhe me pasion. Dhe këto janë premisa për ta çuar gjithmonë më para punën me Futbollin Republik. Ne kemi pasur në gjin tonë, kemi pasur disa lojtarë shumë cilësor të cilët kanë kaluar në filtrin tonë, domethënë dhe tani luajnë nëpër ekipe, nëpër kategorinë të parë, në kategori superiore dhe po shpresojmë shumë që ata, por fati jo i mirë i atyre që ata, sepse në momentin që u hapëm neve ata ishin pak të rritur, po themi, ëh. Ne shpresoj shumë se këta brezi i vogël tani, për shembull, kemi një ekip u9, një ekip u11, një ekip u13, po ata janë shumë të vegjël, janë vërtet fëmijë, të cilët neve shpresojmë që t'i çojmë përpara dhe lart. Unë jam i sigurt që dikush nga ata do bëhet futbollist i jashtëm. I sigurt. Dhe unë i them shpesh fëmijëve që dëgjojnë, nëse ju stërviteni ashtu siç duhet, sepse talenti është 90% punë dhe 10% pasion. Kjo është formula e talentit. Dhe i them fëmijëve, nëse ju stërviteni ashtu siç duhet, jeni sigurt që do luani futboll në një kategori. Pastaj se çfarë kategorie, kjo varet nga vullneti juaj dhe nga mendja si do zhvilloni veten tuaj. Se ka dhe kategori 3, ka dhe kategori superiore, po ka dhe Milan e Juventus e Inter ku di se çfarë. Po ja. Duke qenë se jemi pranë fundit, kujtojmë pak Redin si futbollist. Keni të shkruar si lojtar i Dinamos, Partizanit dhe Tiranës, derbi i Tiranës. Do thënë, qofse ty të jepë një ofertë nga këto të tre ekipe, domethënë nga Adrian Bardhi, Gazdemi ose Refik Halili, kë ekip do merrnit në trajnim? Jo, unë nëse do merresh në me trajnim, do të thënë vetëm Dinamo. Do të thënë asnjë ekip tjetër. Do të thënë kombëtarën e Shqipërisë ta dhash për gjithë. Po. Do ishte qef për dikë. Po nëse unë ndonjëherë do merresha me trajnim, që nuk është se do thënë do bëhet kjo. Do thënë do punoja vetëm me këtë ekip sepse kam pasion për skuadrën, nuk është se kam pasion për të punë, domethënë që ta çoj përpara. Por to ekipet e tjera s'bëhet fjalë fare, domethënë. Sigur të mashtrojnë me kështu me, do thënë, unë nuk është se kam kaluar mirë të tre ekipe, domethënë. Te Tirana një vit kam luajtur, te Partizani 2 vjet e pak, domethënë, po unë jam Dinamovit. Dinamovit su 24 karat, sepse jam rritur atje në atë skuadër, do jam formuar aty. Kam qenë tifoz, për fat mirë unë kam luajtur me skuadrë që kam qenë tifoz. Pra, kam qenë dhe kapiteni i asaj skuadre, kam fituar edhe titull me atë skuadër, kështu që kam shumë lidhje të forta me Dinamo. Do të thënë gjatë karrierës keni luajtur në Kroaci, Sloveni dhe Turqi, me skuadrat mjaft njohur. Me cilin ekip jashtë Shqipërisë je ndier më mirë jo në aspektin e futbollit, por edhe si je ndier më mirë të shpirtërisht. Kemi pasur disa ekipe tek Istra Pula, Rijeka, Slavia Vevçe apo në Turqi te Diyarbakırspori. Jo, te Diyarbakırspori unë jam ndier njësoj si jam ndier këtu me Dinamo. Në vitin 2004
Neve në vitin 2000, në sezonin 2003-2004 ne dolëm të 6 në Superligën turke, që është rezultati më i mirë i skuadrës në gjithë historikun e saj. Dhe po atë sezon unë u shpalla dhe lojtari më i mirë në historinë e klubit. Ai klubi ka pasur një histori 50 vjeçare, në mos gaboj, në atë një skuadër relativisht e re, 40 vjeçare. Do thënë, por ishte një krenari shumë e madhe dhe njerëzit aty më kanë respektuar, do thënë, patjetër që edhe unë kam dhënë kontributin tim, kam luajtur, kam dhënë gjithçka atje, por më duket në herë sigurisht në borxh me ata se vërtet më kishin dhënë shumë se unë që dash atyre, domethënë afeksion, mbështetje, madje sot kësaj dite më shkruajnë tifozë të skuadrës, njerëz që më dërgojnë bluzat e mia që i kanë akoma atje, më thonë hajde Diyarbakir si trajner, hajde të duam këtu, domethënë vërtet kjo është një gjë që do thënë mund të marrësh sa të duash, por këtë mbrapsht nuk e merr dot, nuk ke një lidhje shumë speciale me skuadrën. Dhe për ta mbyllur, domethënë kam një paqartësim. Ti si vlonjat, çfarë nuk shkoi me Vllaznin këtë sezon superiore, sepse ishte ekipi më i shtrenjtë në kategorinë superiore, mirë po nuk e mbajti dot ritmin dhe rastërisht në kategorinë e parë. Kush ishin pengesat e Vllaznis? Ishte trajnimi, lojtarët që nuk ndjenin për bluzën kuqëzie, apo kishte ndonjë diçka tjetër? Për flamurtarin. Po flamurtarin domethënë. Jo, flamurtari është një histori shumë e gjatë vuajtjesh dhe sfilitjesh. Unë mendoj që flamurtari ka një keq menaxhim të madh atje. Domethënë, ajo mendja e vlonjatëve, domethënë që i ka marrë qafë në gjatë gjithë historisë së tyre për mirë dhe për keq. Do thonë, ekipet e flamurtarit kanë qenë shumë të bukura për të parë gjithmonë. Flamurtari që kanë mundur Barcelonë, do të po shumë pak herë kanë qenë konkret, do që kanë qenë racional. Dhe atëherë që ka pasur ekipi më të mirë në Shqipëri përpara, po themi 40 vjetësh, nuk është se fitonin aq shumë sa duhet fitonin ata. Dhe tani ka të njëjtin problem, është ekipi më investuar, ka buxhet më shumë se të gjithë ekipet e tjera të Superligës, dhe kur vjen puna shkuan në kategorinë e parë. Pra është keq menaxhimi i ekipit. Është nuk ka decentralizim, pra presidenti mundohet t'i bëjë të gjitha vetë, domethënë, jo të gjitha mund t'i bësh vetë, dhe ti bësh vetë. Dhe shiko punën se si shkuan, domethënë. Dhe më duket sikur ata lojtarët atje shumë mercenarë dhe shumë pak të lidhur me fanellën, domethënë. Ndërkohë që fanellë është shumë e rëndësishme se ç'mendojnë ata. Edhe pyetja e fundit për mbyllje, kush e fiton botrorin dhe pse? Botrorin e fiton Spanja ose Franca për mendimin. Sepse kanë ekipe më të forta se të gjithë tjerët. Pra miq, Mikesha dhe Spërdashës, Offside with Redi Jupi. Faleminderit Redi. Faleminderit ju. Redi, thank you man. Super. Si do duk? Shumë mirë. Perfekt fare.